Rreth 70 punonjës të minjerës së Bakrit në Spaq të Mirditës janë ngritur në protest prej 3 ditësh, duke bojkotuar punën në shenjë pakënaqësie për kushtet e punës dhe pagat minimale. Minatorët i kanë paraqitur një sër kërkesash kompanisë koncesionare turke Tete Albania, por negociatat mes palëve kanë dështuar, duke thelluar tensionet në vendin e punës. Një nga kërkesat të minatorëve është njohja e sindikatës së krijuar në muajin gusht dhe nënshkrimi një kontrate kolektive, që sipas tyre do të garantojë të drejta dhe siguri në punë. Ata pretendojnë se kompania jo vetëm ka refuzuar dialogun, por ka ndërmarrë edhe masa ndërshkuese ndaj organizatorëve të protestës. Po, nevojshme të organizohemi në sindikat, sepse kërkojmë shumë drejta që ne individualisht, kur i kemi kontratat me kompaninë, nuk i zgjidhim dot. Ka probleme herë me pagat që janë minimale, janë aq paga sa marrim na, si punojmë në tokë dhe merren në një fshesa gjë. Domethënë në kuptimin e rrezikut ku punojmë ne, marrim paga si sharake. Kushtet të vështira, prania e tymit, prania e gazit. Duke pas parasysh se kemi adheruar në konfederat për sindikatat dhe ata nuk e pranojnë konfederat, edhe për këtë shkak është largu brigadieri. Në mbështetje të protestës janë bashkuar edhe përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, të cilët kanë paralajmëruar nisjen e një greve urie pa afat nëse kërkesat e minatorëve nuk merren në konsiderat. Në muajin gusht, Konfederata e Shqipërisë në bashkëpunim me Këshillin Sindikal të Minjerës Bakrit Sipaç ka organizuar sindikatën, ka kryer gjithë anëtarësimet e reja dhe ka filluar aktivitetin. Me në vërtet akoma problemi ka ngel në një ngërç artificial të krijuar nga pronari, i cili nuk pranon sindikata. Jo vetëm që s'pranon sindikata, po ju bën edhe presion në aspektin psikologjik, në aspektin duke kërcënuar me mesazhe, duke i thirrni nga duke u thënë që largoheni nga sindikata dhe do të keni favore. Pengon një të drejtë themelore të njerëzve apo punëtorëve apo sindikalistëve, ta quaj si dojë ai, gjë që nuk do ta bëj. Transportin e ka në mënyrë më skandaloze të mundshme. Sigur jemi akoma në vitet 30, pagat e ulta, tymra, gazra, asistenca teknike, zero. Minatorët i kanë kërkuar ndërhyrje edhe Agjencisë Kombëtare të Punësimit, e cila ka ndërmjetësuar një takim mes palëve, por pa rezultate konkrete, ndërkohë kompania Tete Albania e kontaktuar për këtë çështje, i ka cilësuar kërkesat e minatorëve si antiligjore, duke mohuar akuzat dhe pretendimet e ngritura ndaj saj.